Belinda Balluku është ministrja e cila ka qenë dhe është në fokusin e SPAK prej më shumë se një vit që është në hetim. Që kur u refuzua të hiqej mandati deputetes nga Edi Rama dhe grupi parlamentar, SPAK, për t'i vërtetuar Edi Ramës që Belinda Balluku është e përfshirë në korrupsion, dhe kjo nuk është një akuzë politike, apo nuk është një qasje për prishjen e barazisë në tendera dhe nuk është korrupsion, pra Rama kërkonte korrupsion të faktuar, SPAK e ka zgjeruar gamën, e ka zgjeruar të gjithë hapësirën e përfshirjes së Belinda Ballukut në institucione drejtuese, pra që nga koha kur ka qenë drejtuese Alp Control, pra para 10 viteve, e deri në momentin që ka qenë zëvendës kryeministre, pra gati në 15 vite ushtrim të aktivitetit të funksioneve publike nga ana e zonjës Balluku, ka pasur një hetim pasuror. Për 15 vjet. Po, janë pyetur shumë njerëz, janë pyetur të afërt të Ballukut, është pyetur sanitarja e shtëpisë, është pyetur shoferi, janë pyetur të gjithë ata të cilët kanë pasur një lidhje drejt për drejt në aktivitetin ditor të Ballukut dhe këta kanë dhënë deponimet e tyre pranë SPAK. Nga hetimet ka rezultuar që Belinda Balluku rezulton që nëpërmjet një tenderi 880 milion lekë të vjetra dhënë një kompanie, ka marrë në këmbim, pra dhënia e një tenderi në mënyrë të palishme, ka marrë në këmbim një vilë e cila ka qenë ndërtuar në Gjilek në Dërmi, dhe kjo vilë është regjistruar në emër të ish lojtarit të kombëtares Iglitare. Dhe SPAK këtë e ka faktuar nëpërmjet deponimeve që kanë dhënë persona të cilët kanë hyrë e kanë dalë në këtë vilë dhe e kanë faktuar që e kanë pranuar që kjo vilë i përket Belinda Ballukut. Kjo vilë sot është e sekuestruar. Kjo është ngjarja që ka ndodhur. Por nga SPAK ka shtuar akuzën për Ballukun. Ka qenë prishja, ka qenë ndikimi i palishëm në tenderave, sot ka 2 akuza të reja. Akuza është korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike. Neni 259. Neni tjetër është Neni 287. Pastrim i produktës së veprës penale. Të dy këto nene kaq të rëndësishëm, të cilët nëse i marrim në tërësi, Belinda Balluku rrezikon 23 vite burg. Sa? 23 vite burg. Neni 259 parashikon burgim 2 deri në 8 vite. Neni i cili është pastrimi i produkteve veprës penale parashikon 5 deri në 10 vite burg. Nëse ky është kryer në bashkëpunim, dënimi shkon nga 7 deri në 15 vite burg. Por në rast se mblidhet automatikisht e gjithë vepra me gjithë veprat e tjera që është përfolur tani, Belinda Balluku rrezikon 23 vite burg. Sipas asaj që kam konsultuar me juristët. SPAK e ka tashmë të faktuar që Belinda Balluku është përfshirë në korrupsion aktiv dhe ka përfituar në mënyrë të palishme, dhe tani ngelet SPAK që të çojë akuzën e re, t'ia çojë parlamentit për heqjen e imunitetit. Pra, hapi tjetër po thua është SPAK do kërkoj prap në parlament heqjen e imunitetit. Patjetër, sepse SPAK nuk mund ta hetojë në gjendjen aktuale që është. Edhe pse ajo është larguar nga pozicione drejtuese në qeveritare, Belinda Balluku është me imunitetin e deputetit. Dhe imuniteti i deputetit e pengon atë që ajo të SPAK të shkojë ta marrë të arrestoj pandehur është, shkojë të marrë sepse ka kërkuar dhe urdhër arrestin. Pra, ka kërkuar? SPAK ka kërkuar të arrestohet Belinda Balluku. Kjo është penguar. Pra, lidhur me akuzat, ka qenë imuniteti që e ka penguar dhe tashmë SPAK është, nëse këto akuza do të pranohen nga ana e qeverisë, të cilat janë të faktuara, atëherë Belinda Balluku nga parlamenti në rastin konkret. Nga qeveria, se parlamenti gjithmonë dihet në funksion dhe kontroll absolut të Tiranës. Atëherë kemi të bëjmë me një ministre e para femër që pritet të arrestohet. A mund të jetë arrestimi si masa e parë ndëshkimore, a mund të jetë në arrest shtëpie? Këtë gjë vendos gjykata pas shqyrtimit të kërkesës së SPAK. Kjo është tash gjithmonë nëse Rama pranon ta heq. Po çfarë do të bëj Rama tani? S'ka çfarë e mbron më. Sepse si e mbrojti herën e fundit? Sepse Rama herën e fundit i quajti ato biseda normale, biseda që nuk kishin përfshirje në korrupsion, biseda telefonike me Evis Berberin, sepse edhe kjo gjë është faktuar nga Evis Berberi, edhe kjo aferë korruptive në Alp Control, sepse Evis Berberi ka qenë atje bashkëpunëtor i saj, edhe në Alp Control. Këtë e thot SPAK në deklaratën e vet. Atëherë, nëse SPAK çon shumë shpejt kërkesën për heqjen e imunitetit, atëherë do të vjet në provë qeveria dhe besoj që Edi Rama këtëherë nuk ka çfarë i thot më publikut dhe shqiptarëve që Belinda Balluku nuk është e korruptuar. Sepse SPAK në atë dosjen 16.000 faqe që e ka Partia Demokratike që e ruan me fanatizëm dhe nuk e bën publike, thot që janë 300 apartamente që ka planuar dhe Gazmend Bardhi që i zotron Belinda Balluku, por
nuk i bën të ditur publikut se ku ndodhen këto apartamente. Tashmë një vilë e sekuestruar dhe e cila ka bërë pis dhe iglitaren, se nuk e di sepse është e turpshme që lojtari kombëtar s'ka që rëndësishëm, i cili ka një karrierë të jashtëzakonshme në Itali si futbollist dhe si drejtues, sot merret i pandehur nga SPAK. Është shumë e rëndë. Është marrë i pandehur iglitare sot pra. Është marrë i pandehur sepse ka qenë shoqëruar nga avokati i tij. Dhe është komunikuar akuza. Kur iglitare i përfshirë dhe i bërë pis në këtë skema kaq të rëndomta, çfarë do të themi ne për qeveritarët e këtij vendi? Janë pa aq pis dhe më të korruptuar se çdo kusht tjetër. Po, Arber, si e lexon këtë zhvillim për sa i përket dosjes Balluku? Çfarë mendon se do të prodhojë për Shiko, dua ta filloj nga kjo që tha dhe Almeri për futbollistin, nga ikonat e futbollit shqiptar që ka patur iglitare, drejtues së fundmi i Milanit, pra një nga shqiptarët më suksesshëm në botë. Një nga shqiptarët më të suksesshëm në Itali, i cili realisht u ndjeva shumë keq kur e pash që doli nga SPAK dhe realisht ndjem keq për akuzat që ka. Nuk e di janë të vërteta apo jo, uroj shumë që të mos jenë të vërteta, sepse do ishte një goditje shumë e madhe, mendoj unë, jo vetëm ndaj iglitares, ndaj familjes së tij, por një shtim penalitetesh në drejtim të tij, një arrestim i mundshëm, do ishte një imazh shumë i rëndë edhe për gjithë shqiptarët që jetojnë jashtë. Sepse imagjinoni pak media italiane, që është një media shumë e fortë, shumë agresive, imagjinoni do ta kishte headlines në gjitha gazetat, në gjitha portalet, një ditë më pas. Mos të them që edhe mund ta kenë bërë që ditën e sotme. Pra, kjo është një keqardhje shumë e madhe, uroj shumë që të dali i palagur nga gjithë kjo histori. Ndryshimi nga hera e parë ndaj zonjës Balluku ka qenë që nuk ka patur akuza për korrupsion. Dhe unë kam qenë nga ata individ që këtu kam folur në favor dhe të zonjës Balluku për pjesën që ka të bëjë me mungesën e akuzave për korrupsion. Dhe kam thënë që kjo është një gjë e mirë, që nuk kemi zyrtar që ka akuza për korrupsion. Dhe po në këtë studio kam thënë që ose do ketë akuza për korrupsion, fakte për korrupsion, atëherë këtu ndryshon loja, ndryshon situata, ndryshon qasja, që do thotë korrupsioni është i pa amnistueshëm, korrupsioni është i pa mbrojtshëm. Nëse ka akuza dhe ka fakte që ajo ka bërë korrupsion, atëherë zoti Rama nuk duhet ta mbrojë më kësaj radhe. Unë isha kundër në fakt edhe mbrojtjes politike që u bë herën e kaluar, pavarësisht se ligjërisht zoti Rama, Partia Socialiste mund ta bënte dhe e bëri sepse në kushtetut fatmirësisht, fatkeqësisht, ne duhet ta themi, nuk është a priori që çdo kërkesë që vjen nga prokuroria duhet të pranohet. Por nëse janë të vërtetë ato që qarkullojnë në media, pra për pasuri marramënse, vila, ku dëgjon, dhe ka prova, atëherë kësaj radhe zonja Balluku nuk duhet të ketë asnjë lloj koperture ligjore. Çfarë pritet si hap tjetër Arber, do shkojë logjika të çon drejt kërkesës për arrest, logjika. Sepse kështu funksionon. Nuk mund të hetohet zoti Tare të akuzohet për shtëpinë e zonjës Balluku që ka në emrin e tij, por ndërkohë shtëpia e saj, dhe ndërkohë të mos ketë pasoja dhe ndaj asaj që është me sa duket burimi kryesor nëse do dali i tillë i gjithë kësaj zallamahie. Kështu që automatikisht do shkoj tek kërkesa për arrest. Dhe Rama do ta dorëzojë heqja imunitetit. Unë nuk e di të them çfarë do bëj zoti Rama. Unë shpresoj nuk ka argumenti se Rama në fakt është shprehur se nuk ka akuzë për korrupsion dhe unë e kam thënë dhe i qëndroj parimit. Është gjithmonë parimi që duhet të mbaj. Nëse ka akuza për korrupsion dhe i ka ashtu siç thuhet, atëherë nuk ka diskutim këtu. Zonja Balluku duhet të vejë dhe si çdo qytetar tjetër të përballet me drejtsinë, sepse në fund të ditës ajo ka prezumimin e pafajësisë dhe është e pafajshme në momentin që ne flasim. Një njerëz që është i pafajshëm nuk ka frikë të përballet nga drejtësia pa imunitet. Pra zonja Balluku duhet shkojë të japi dorëheqjen nga imuniteti dhe të përballet me drejtsinë nëse ato akuza janë të shkruara e zeza në të bardhë. Dhe pritës së vërtetës deri tani duhet themi edhe disa fjalë të mira për SPAK. Me zotin Braho duket shumë i kujdesshëm, nuk ka rrjedhur asnjë gjë në media, nuk ka patur informacione të copëzuara, të cilat mund të ushqejnë më pas gjyqet publike, por janë informacione që mezi qarkullojnë dhe mezi dalin. Dhe me sa duket është shumë procedurial. Pra, po ta shikoni, nëse do ishte për shembull zoti Dumani do ta kishte ndryshe piramidën e funksionimit.
Pra do kishte një goditje të madhe, do dilnin informacione në media ndaj zonjës Balluku. Nësa po shikoni zotin Brahu, ai po e merr me dëshmitarët. Pra me njerëzit që ai mendon ose dyshon që mund të jetë ka qenë proceduralisht, le të themi. Pra ka një lloj profesionalizmi që bie në sy dhe një lloj qetësie, nuk ka nevojë për të bërë një zhurmë. Është me bisturi, jo me nuk ka nevojë për të bërë zhurmë pa patur diçka konkrete. Dhe me sa duket zoti Brahu në këtë kah po funksionon, që po bën të gjitha letra siç duhet, po e merr nga poshtë lart, nuk po fillon më njëherë lart edhe pastaj të shkoj poshtë. Megjithatë, fut dhe protestën në këtë situatë. Jo, nuk do dalin të protestë. Jo, vëmendja e madhe që ka ndaj Shqipërisë, gjitha media ndërkombëtare, unë tani po shikoja edhe emailin tim, një media amerikane më ka kërkuar për të dhënë intervistë. Pra imagjino se sa shumë zhurmë është bërë për Zvërnesin. Fut gjithë të vëmendje, fut hapjen e kapitujve, fillimin e procesit për mbylljen e kapitujve për Bashkimin Evropian. Fut gjithë këtë vëmendje të madhe, ndërkombëtare, lokale e të tjerë, është i destinuar me ndërhyrje që zoti Rama të mos ta mbrojë më politikisht dhe t'ia hiqë imunitetin zonjës Balluku. Gjoj, si e shikon, si e lexon këtë zhvillim? Çfarë pasojash do të ketë për ish zëvendës kryeministren zonjën Balluku? Kjo puna e imunitetit kujton shprehjen që mund vraposh, po nuk mund të fshihesh. Domethënë, sado që të shtyhet kjo mos përballje detyruar në një moment caktuar me drejtësinë nuk është se i bën gjë, po themi llogaridhënies, thjesht mund ta shty në kohë, herët ose vonë, zonja Balluku do duhet që të përballet me akuzat që spaku pretendon fal punës së vet se ka arritur t'i vërtetoj. E tha shumë mirë pjesën ligjore dhe Almeri dhe Arbër, por ndërkohë kemi të bëjmë me një lloj bumerangu për vetë deklaratët që Rama përdori për mbrojtur Ballukun. Pra ishim kushtet e akuzës parë, që kishte të bënte me shkeljen e barazisë në tendera, dhe ndoshta edhe juristët mund bien dakord që është një vepër deri diku e dobët, pa çka se flitej, po themi për miliona euro të dyshuar abuzimi. Po, po si koncept i veprës ishte një vepër e dobët. Tani kemi me dy vepra tjera që është korrupsioni pasiv dhe pastrimi produkteve të veprës penale kryer në bashkëpunim, që është një rrethan rëndues. Tash vetra me gojën e vet tha që me këtë vepër është e kot bllokosh, po themi numrin 2 të qeverisë, kur hetimi mund të vazhdoj pa patur elemente të tjera. Tashmë Rama është përpara fjalëve të veta, përpara argumentave që përdorin në radhën e parë për të mos lejuar heqjen e imunitetit zonjës Balluku. Mendoj se një tjetër kërkesë në parlament është çështje kohe, sepse kemi të bëjmë me rrethana të ndryshuara. A do ta heq maxhoranca këtë radhë imunitetin e Ballukut, jam dakord në parafolsi, nuk kam justifikime, pra duke nxitur edhe vetë nga argumenti që vetë paraqiti, por pikpyetja e madhe ka të bëjë me sa i fortë do të jetë presioni ndërkombëtar gjatë kësaj radhe. Kujtojmë radhën e parë që ambasadat më të rëndësishme, por duhet të theksuar me përjashtim të ambasadës amerikane, dhe kjo është pikpyetje e madhe. Të gjitha ambasadat e tjera europiane, Gjermania, Mbretëria e Bashkuar, që s'është pjesë e BE-s, por ka një rol të jashtëzakonshëm edhe në përparimin tonë proceset integruese, e thanë shkoqur që rastet e pengimit drejtësisë në hetimin e zyrtarëve të lartë përbën realisht një pengesë të madhe për rrugën e integruese drejt BE-s. Megjithatë, pam një proces që ishte një gjysmëhapi më tej në rrugën e integrimit, si ishte mbledhja e 8 e konferencës ndërqeveritare. Tashmë pikpyetjet janë dy, sa fort do të reagojnë ndërkombëtarët dhe sa fort do të reagojnë shqiptarët që janë zotët e shtëpisë. Arbri përmendi dhe protestën që po zhvillohet në rrugët e kryeqytetit dhe me sa kuptohet edhe në qendra të tjera ku jetojnë shqiptarë mbar botën, dhe kombinohet, si thua, një lloj presioni dyfisht për ta detyruar, si thua, qeverinë bëjë një akt krejtësisht normal për një shtet që do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Ndërkohë, Almer, nëse shkojmë te ky skenar që thot Gjoj, për shkak edhe të presionit ndërkombëtar, presionit protestave, pozitës ku ndodhet sot kryeministri Rama në raport me atë që po ndodh në Zvërnec, nëse shkojmë tek skenari i
dorëzimit të imunitetit zonjës Balluku apo tek skenari i arrestimit saj, siç pak a shumë po e para emron ti. A do të prodhoj kjo, mendon, një kosto të rënd për mazhorancën në kuptimin e çarjes brenda kësaj mazhorance? Shiko, unë mendoj që Belinda Balluku është një peshë shumë e fortë brenda Partisë Socialiste për faktin që ka ushtruar shumë pushtet gjatë këtyre viteve të fundit. Ajo administron një grup parlamentar me njerëz të saj të besuar, përflitet gati ke 20 persona, pra 20 deputet, administron 45 ministri, drejtoritë më të rëndësishme që ushtrojnë kompetenca të forta në vend, administron Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjetikës, Ministrinë e Rendit, Ministrinë e Financave, pra të gjitha ministritë të cilët kanë buxhet. Ministritë kryesore. Ministritë të cilët janë themeli dhe kolonat e një shteti i cili duhet të qëndrojë në këmbë. Pra, aktualisht kryeministër de facto është Belinda Balluku, jo Edi Rama, sepse ajo ka firmosur, ajo ka ushtruar kompetencën e zëvendës kryeministres, po me kompetencët e një kryeministri. Belinda Balluku ka emëruar dhe ka shkatruar çfarë ka dashur ajo. Ka shkatruar brenda Partisë Socialiste çdo grup dhe çdo rival të mundshëm. Është njeriu i cili ka investuar në arrestimin e Erion Veliajit. Është njeriu që ka investuar në çmontimin e grupit e Ergyes Sagasit, se ne dim kush është grupi i Ergyes Sagasit dhe pesha që ka pasur brenda Partisë Socialiste. Pra, të gjithë rivalet e mundshëm ajo i ka shkatruar, ka kontrollon dhe është njeriu që ka vendosur veton për kandidatën e Bashkisë Tiranës. Pra, duhet të themi që Ogerta Monastirliu është një mikeshe ngushtë përveç Edi Ramës dhe është dhe Belinda Ballukut. Pra, çfarë do Belinda Balluku e ka arritur ta marrë brenda Partisë Socialiste. Atëherë, duke parë këtë lloj terreni politik që Belinda Balluku ka ushtruar pushtetin e pa diskutueshëm dhe cila i ka sjellë asaj ato pasojat që me gabimet që ka bërë të qëllimshme me aktet korruptive, kuptojmë që tashmë Rama po largon nga këmbët një peshë shumë të fortë. Unë nuk mendoj që Ramos qeverisë do sjellë një pasojë të largimit të Ballukut, sepse tashmë efekti i Ballukut është dhënë. Ai e ka shkarkuar dhe ajo reagimi çfarë duhet të ishte ka ndodhur dhe nuk mendoj që ka ndonjë pasojë direkte për qeverinë largimi i Ballukut në këtë momente. Por do ndodhë një gjë tjetër. Me largimin e Ballukut i bie që të largohen të gjithë njerëzit e Ballukut. Dhe unë mendoj që Edi Rama edhe pas protestave duhet të bëjë një ristrukturim të qeverisë, të kabinetit të tij. Dhe do ta bëj shumë shpejt. Pra unë mendoj që të gjithë njerëzit e Ballukut duhet filluar nga Petrit Malaj, Ermal Nufi, ministri i Brendshëm, e të gjithë Ajla Mallari, e të gjithë ata që janë njerëz të Ballukut nuk do jenë më ministra. Sepse klani Ballukut tashmë ka rënë. Kur bie kreu i grupit, ashtu do largohen të gjithë ushtarët e saj. Dhe a ka efekt kjo në qeverisin e vendit? Patjetër që ka efekt. Se unë mendoj që do sjellë një qeverisje më të mirë rasti do vendosim njerëz të pa korruptuar. Jo, a do çaj PS në shpytje apo? Deputetët. Sa kohë folën për ministër, po deputetët që janë asnjë nga deputetët e Belinda Ballukut nuk ka shansin të kundërshtojë Edi Ramën kur do të paraqitet me provë. Ora është me provë dosja më zotëri. Qashme dhe mi faqe do. Që e mbron Partitë Demokratike sot. Nuk e mbron se do Balluku, po mbron vetveten se është përfshirë, po njësoj sa Balluku brenda. Edhe kjo prova e re që është vila, edhe vilat e tjera. Ka të faktuar do që biznesmen afër Belinda Ballukut i fshejnë parat Belinda Ballukut. Është e faktuar që Rok Gjoka zotron 50 milion euro të Belinda Ballukut. Është e faktuar mbi 70 milion euro të Belinda Ballukut fshihen në arkën. Si e faktuar? Është e faktuar, është në hetim. Që është e faktuar që të gjitha tendrat që ka përfituar Rok Gjoka, Gjoka Construction, janë parat të Belinda Ballukut. Këta ka marrë vetëm pjesën dhe pjesa tjetër e ka marrë përqindjen e vogël dhe pjesën më të madhe ka Belinda Balluku. Por qëndron në kasafortën e këtyre. Ne e dim shumë mirë që Bashki Mulaj ka marrë një tender 1.3 miliard euro për rrugën Thuman Kashar, pjesën më të madhe të këtyre fitimeve ka Belinda Balluku. Pra 70 milion euro i mban në arkën edhe më shumë biles, mban në arkën e tij ky Bashki Mulaj për Belinda Ballukun. Pra të gjithë këta të cilët Arber Abazi është një nga njerëzit që sot ka marrë çdo tender të mundshëm, tender pastrimi në çdo bashki dhe çdo edhe në qeveri. Është tenderi Unazës madhe. Ashtu janë dhe disa biznesmenë të cilët sot figurojnë biznesmenë me letra, por janë njerëz prestanome që zotrojnë pasurinë e Belinda Ballukut. Janë njerëz të cilët kanë aty në ark siç mbante ky iglitare Vilën, mbajnë paratë e Ballukut. Këtë duhet të hetoj Spaku. Ktu duhet të shkoj. Po shkon sepse unë kam bërë një kallëzim në Spak zotri. Kam kallëzuar Rok Gjokën, Gjoka Construction për rrugën e Arbrit. Dhe Spak më ka njoftuar që ka nisë hetim për këtë çështje.
Pra janë vënë në lëvizje. Tuneli Murrizit është një vepër penale, një akt korrupsioni, një akt korruptiv i pashembullt ku është hapur tuneli pa u kolauduar. Edhe unë këtë kam paraqitur me dokument në SPAK. Dhe unë jam njoftuar si kallëzues që është çelur hetimi. Pra këtu nuk ka nevojë të shkojmë larg ne. Ne mjafton të marrim të bëjmë bashkëpunëtorë drejtësisë të gjithë. Të gjithë ata që përfitojnë tendra nga Ministria e Infrastrukturës, të gjithë ata që përfitojnë tendra nga Ministria e Energjetikës. Pra, duhet marrë, s'ka nevojë, ke emrat janë thirrur. Është një listë gjatë emrash e të gjithë oligarkëve të infrastrukturës rrugore, të rrugëve, të cilët marrin tendra. Sali Llari me shok. Të gjithë më ka dalë, janë pyetur të gjithë. Këta emra janë ata të cilët zotrojnë pasurinë de facto të Belinda Ballukut. Belinda Balluku nuk i ka të gjitha paratë në emër të vet. Nuk është aq i çmendur. Normal që i ka lënë emër të këtyre. Dhe këta bëjnë biznes me paratë e Belinda Ballukut dhe në fund fare ai është pronarja. O zotrim. Njëjtë si iglitare po thua. Pra po ta them, unë po të përmend me emra të gjithë. Rok Gjoka zotron 50 milionë euro e faktuar Belinda Ballukut. Pra këto janë me prova. Mjafton po them që SPAK të bëj bashk dhe ka nisë tim po thua. Ka nisë tim patjetër më. Tani zotri është e faktuar që Bashkim Mulaj me një telefonat, një fond i zvicerani ka kërkuar se si t'i fshej 6 milion euro. Të kujt janë këtu 6 milion euro? Belinda Ballukut pra. Edhe kjo po ndiqet. Është e faktuar që një nga biznesmenët i cili është përfshirë Lirin Fezollari në dosjen Buka të Arben Ahmetajt ka transferuar 50 milion euro për Belinda Ballukun në Austri. Është e faktuar që Sokol Balla ka transferuar para jashtë vendit në disa destinacione. Tani këto janë në SPAK, nuk po flas me emërsime, janë aty. Janë çështje që janë aty. Ka dhe shumë të tjerë që kanë transferuar para Belinda Ballukut. Po tani unë dakord se ideja është, unë duhet kuptoj këtë, Almer. A është goditja e Ballukut një goditje për Ramën në kuptimin e mundësisë largimit e Ramës? Kjo është një siren alarmi për popullin shqiptar i cili po proteston, atje ka dalë po proteston përballë qeverisë, por një protest që duhet kishte këtë lloj moto, jo moto të kishte atë projektin e Zvërnecit. Sa i projekti i Zvërnecit është projekti më i rëndësishëm i ardhur ndonjëherë në Shqipëri, por qarqet anti-shqiptare në bashkëpunim me influencat politike të vendit kanë gjetur një motiv që s'është i duhur dhe protestojnë. Tani unë i ftoj shqiptarët të dalin protestojnë të kërkojnë largimin e Edi Ramës për çështjen e aferës korruptive Belinda Ballukut. Duhet ta bënin me kohë. Nuk kanë protestuar shqiptarët, ata të cilët pretendojnë që janë shqiptarë të ndershëm dhe luftojnë, nuk kanë protestuar kur u kap 50 milionë euro te tuneli Llogaras. Kur u kap vjedhjat e incineratorët, nuk kanë protestuar. Nuk kanë protestuar kur u ndërtua teci në Roskovec nga Bashkim Mulaj, që do prodhonte energji për Greqinë. Këta shqiptarë nuk kanë protestuar. Nuk kanë protestuar kur janë vjedhur miliona tek rruga Thuman Kashar, tek tuneli i rrugës Arbrit. Pra shqiptarët tani kanë një motiv të fortë të protestuar. Kjo është motivi po thua. Pra ky është motivi kryesor. Jo të dalin protestojnë pse po vin 4 miliardë euro në Shqipëri. Tash do shkojmë aty. Arbër, si e shikon fatin politik të Ramës nëse Balluku shkon në këtë skenar që na tha Xhoji? Shiko, Rama është duke kaluar një moment të vështirë. Momenti i parë i vështirë është nga protestat. Momenti i dytë i vështirë është që pas një lloj pauze që pati nga çështja e zonjës Balluku, ndryshimet në ekzekutiv dhe në një farë mënyrë fjetje e kësaj çështje, tashmë po rizgjohet përsëri vëmendje. Dhe nëse herën e parë zotri Rama kishte më të lehtë për ta kaluar, sepse në fund të ditës argumenti kryesor ishte nuk ka akuza për korrupsion, kësaj radhe loja shkret ndryshe, dhe kësaj radhe është shumë e vështirë që zotri Rama ta mbajë zonjën Balluku. Është në një ditë të vështirë, në një periudhë të vështirë, kjo nuk duhet harruar. Vëmendja e medias ndërkombëtare është shumë e madhe, protesta po bën të vetën, sheshi po mbushet. Dakor, nëse e lëshon Ballukun, sheshi po mbushet. Shiko, është i dësinuar ta lëshoj zonjën Balluku kësaj radhe, sepse është shumë fragjil në pjesën e integrimit të Bashkimit Evropian. Nëse e lëshon, aprovon Balluku një çarje që mund ta çojë Ramën drejt. Jo, nuk prodhon një çarje, sepse nëse ne themi që prodhon një çarje në numra flas në parlament. Zonja Balluku i bie që këta janë deputet 100% të zonjës Balluku dhe jo me firmën e zotit Rama. Ndërkohë vërtet është krejt ndryshe. Këta janë deputet
që kanë marrë firmën e kryetarit të Partisë Socialiste. Dhe kryetari i Partisë Socialiste nuk është zonja Balluku, është zoti Rama. Zonja Balluku për shkakun sa janë Almer. Zonja Balluku. Të gjithë ka vetëm Balluku. Zonja Balluku, 14. Zonja Balluku jo 14, 12. Pra, zonja Balluku ka forcën e saj, ka peshën e saj, nuk diskutohet, por nuk është ajo që kontrollon Ramën. Por gjithë ata që ndoshta edhe e frynë nga njëherë më shumë se ç'duhet, është Rama që kontrollon Ballukun. Pra nuk është e kundërta. Dakor. Që të jemi tani të sinqertë. Rama pse ndryshoi një qëndrim Rama që nuk e kishte bërë me asnjë të ngjashëm me Ballukun, përfshirë Ahmetin, për shembull, që ishte të njëjtën pozitë. Sipas ti, se të gjithë e kanë interpretuar sipas ti, forca e saj është nuk diskutohet, por jo forcë kushtëzuese. Unë nuk besoj që Zeqinea do iki nga Partia Socialiste dhe do t'i shkaktoj Ramës zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare. Se besoj. Nuk e besoj që të gjithë ata që janë deputet Cenoklosi do iki nga Partia Socialiste dhe do shkaktoj zgjedhje të parakoshme. Do t'i bënte ndërhyrje Ramës të ikte sepse është nën akuzë. Pra, nuk kam për ta bërë, nuk janë politikan race, nuk janë njerëz me dinjitet të fortë politik dhe publik. Nuk e kanë këtë kostum. Po personazhet arbër si Spiro Pali, Braçe, që pam së fundmi që dolën do të përfiton. U zbutën. Unë kisha një shpresë zoti Braçe u zbut. U zbut dhe nuk dihet çfarë bën tani. Denoncon rrugë. Tani denoncon drejtorinë komunale të bashkisë. Jo kjo rruga, jo kjo cepi, jo pa i cepi. Detyrën e deputetit po bën. Po s'po bën, s'është detyrë deputetit. Atë opozita është detyrë. Një lloj betejë politike. Sepse filloi me deklarata për demokraci. Erion Braçi është deputet i zonë i lagjes ku ne jetojmë bashkërisht. Dhe aty sa herë denoncon ai ka përmirësime të rrugës dhe kjo është shumë pozitive. Dgjoj, po çfarë përmirësime është në gjumë? Unë përdor biçikletën, ti e di. Po ka të paktën një vit e gjysmë nuk ka një vizim të rrugës për biçikletat më zot. Erion Braçi. Po një skandal. Po çfarë bëhet kështu. Interpretimi politik. Dhe problemi nëse ka një problem Bashkia e Tiranë nuk është një problem që ka drejtoria komunale. Ka një problem që është politik. Përse këta nuk punojnë siç punonin parë? Përse këta janë të dekurajuar? Nuk ka shanse popullo për ndryshim. Shiko, never say never, asnjëherë mos thuaj asnjëherë. Jo, shanset po themi, ne po themi. Nëse ka një mekanizëm që zoti Rama mund ta detyrojë për zgjedhje të jashtëzakonshme, nuk është opozita. Kjo pak po e sigurt. Opozita po shkëlqen me mungesën e saj. Pra nëse ka një faktor politik që po shkëlqen me mungesën e saj në të keq gjithmonë, jo në të mirë, ajo është opozita, që nuk di se ku është. E ka humbur si Xhaferi si mitën, është ajo shpreha para viteve. Opozita ka protestuar për Ballukun. Po s'po them për Ballukun, po them për Ramën, po them për Ramën tani. Dhe po ta mbaroj. Mekanizmi vetëm dhe këtu un jam kundër me atë që thot Almeri. Mekanizmi vetëm që Ramën mund ta detyrojë për zgjedhje të parakoshme ose zgjedhje lokale dhe zgjedhje të zakonshme njëkohësisht janë vetëm protestat. Dhe frika që është krijuar nga protestat. Unë shikoj një nuancë, një frikë, shikoj agjitim, shikoj shqetësim nga zoti Rama nga protestat. Nuk e kam parë më parë, se kam parë ata si protesta opozitës. Është hera parë në këto 8 vite që zoti Rama ti lexon shqetësim në fjalët e tij, në sjelljen e tij. Dhe fut këtu problemin që mund të dalin nga zonja Balluku. Fut tu protestën. Fut edhe mbi gjitha mos kontrollin të protesta siç ishte kontrolli të një pjesë e opozitës, sepse ata kanë dakord për reformën territoriale. Bash po ikin oçe në shumë qytete dhe po bëjnë ato dëgjesa ndërkohë që janë një fake, sepse ne gjithë dimë që ata kanë rënë dakord, edhe pse nuk e din finalen, variantën përfundimtare. Po protesta është zgjidhja për ata që duan të rrezojnë Ramën. Do dalim te protesta, do e diskutojmë se si do të qëndrojnë në shpirtin në rregull. Nuk jam shumë dakord me Arbrin ku vjen puna te a mund të prodhoj Balluku një krizë majorancë. Nuk e kemi parë ende në konceptin e një përballje frontale me Ramën. Ne kemi parë që zonja Balluku nuk ka precedent në formën e mbrojtjes që është bërë. Pra kjo lloj mbrojtje nuk është rezervuar asnjë eksponenti tjetër të PS-s, sado probleme me ligjin ka patur. Një nga rastet që më vjen më shumë ndërmend ishte Sajmir Tahiri, po themi personazh që u rrit në PS nën patronazhin e Ramës dhe në momentin e parë që pati vështirësi e dinë gjithë se si përfundoi historia. Balluku ka vetëm ngjashmëri ndoshta me Olta Xhaçkën deri diku, për arsye ka mbështyje komplet të ndryshme. Rama nuk është një politikan as naiv, as solidar
nga historiku i asaj që ka treguar me zyrtarët e lartë të PS-s, që kanë patur probleme. Shumë njerëz që kanë patur pushtet në PS sot janë hiç gjë në kuptimin politik. Mendoj se tek rasti Balluku kombinohen të dy faktorët, si forca e zonjës Balluku, ashtu dhe një lloj gatishmërie e saj për të mos u sjell si të tjerët. Pra nëse të tjerët kanë pranuar një lloj deri diku ta quajmë kompromisi për një malore të lehtë, siç përshkruaj edhe nga dëshmitë e funksionarëve të caktuar që flisnin, po themi, për momente para arrestimit se çfarë alternative të mesme kishin zgjedhur, u duk sikur Balluku nuk pranoi asnjë alternativë tjetër përpos qëndrimit në barkën e maxhorancës. Kështu që mendoj se edhe pushteti i saj është real tek lista e deputetëve që ajo ka përpiluar, paktën për qarkun ku ishte edhe drejtuese, dhe gjithashtu ka shumë të drejtë Almeri që thotë se në disa ministri Balluku mbetet fort. Tani a do ta bëj apo jo një betejë me Ramën nëse vinë kushtet, unë këtë nuk e di, por që pushtetin për ta bërë një betejë me Ramën nëse vinë rrethana, potencialin e ka. A zgjedh apo jo? Po arratisjen si Ahmetaj se? Nuk besoj se është rasti. A mundet e ka bllokuar pasaportën? Po, është e bllokuar, nuk mund. Nuk lëviz.